për ta mbyllur këtë bisedë shumë interesante, kishte përpjekje Trump për ta mbyllur luftën në Ukrainë, po s'arrit dot. Trump tha do ta mbyll për 24 orë. Por që gjithë dishim që ajo fjala e Trumpit është për konsum elektoral. Se nuk edhe me pas në dorë butonat, nuk e myll dot sepse do shkruan, do bën ca marrëveshje, do nënshkruan ca që i kalon 24 orëshin. Sigurisht që marr gjitha vendimet. Kështu që Trump ndoqi një stil. Trumpi ka vepruar si një geopolitikan i shekullit 19. Domethënë që në momentin që ai filloi do marrim Groenlandën, do marrim Panaman, do marrim këtu, ai dha oksigjen. I dha oksigjen, morën oksigjen këta liderët e egër, që nga Putini, që nga Xipingu, gjitha morën oksigjen këta. Domethënë këta e panë që rendi botëror shtymin e fundit po ja jep Trumpi. Ati rendi që kishin qenë Amerikën, duke menduar që do bëhet një rend tjetër, po do ketë po Amerikën, po nuk të lejnë më ata. Dhe çfarë? Trumpi u përpoq të mande një pozicion e një arbitri dhe me mënyrën e vet të komunikimit ai kështu veproi. Dhe më thonë që i tha sus Ukrainës, edhe Rusisë e joshi Putinin disa herë, i ka dhënë disa herë shanse Putinit, ke parasysh lefdatat, se s'du t'i përmend këtu. Pra që Putini t'ulin të tavolinë e bisedimit dhe të mbylli kjo, sepse Amerika do ta mbylli shpejt, se nuk e ka hallin ke Rusia, Amerika. Me Rusinë të le të merret Evropa. Amerika ka hallin te Kina, e ka hallin në zonën e Indo-Paqësorit. Atje është problemi, atje është jugu global. Jo, sa do zgjas lufta në Ukrainë, zoti Shalë? Lufta në Ukrainë mund të përfundoj vetëm këtë mënyrë. Si? Nuk është kollajt jam ta kthesh, domethënë tashmë që ai Putini orientoi gjithë industrinë në industri ushtarake, ai nuk do synoj, bila ai mund të synoj që të hapi një konflikt tjetër para se të mbyllet lufta në Ukrainë. Kur ta sigurojë edhe punën e Ukrainës, do synoj të hapi një konflikt tjetër sepse gjithë këta ushtarë që janë rekrutuar, gjithë ata ajo industri që punon për luftën, nesër ngelin gjithë pa punë dhe përmysin Putinin. Kështu që atij duhet një luftë tjetër dhe ai po bëhet gati për këtë punë. Por nëse do ta bësh kjo punë bëhet vetëm kështu. Ajo Trumpi është mjeshtër që i njeh aspektet ekonomike. Duke qenë nga bota biznesit i njeh këto. Vetëm një unison, një politike përbashkët e Shtetit Bashkuara dhe Europës, duke vendosur sanksione jo vetëm ndaj Rusisë. Rusia është imune gati me sanksionet. Ndaj vendeve të dyta dhe të treta, aktorëve të tjerë shtetëror dhe jo shtetëror që furnizohen nga Rusia. Veni sanksione Kinës, që mos marrim karburant, veni sanksione Indisë, që mos marrim në momentin që se këto janë indirekt financuesit e luftës. Sepse ata i marrin miliarda. Po skoptova atë që avion dronët rusë kaluan hapësirën ajrore të disa shteteve evropiane në kufi dhe s'ndodhi asgjë. Është shumë normale që Europën çështja e dronëve e zuri të papërgatitur. Bile që ta dishti aty hyn 19, Urzun 4, po kanë qenë nis 92 për të hyrë. 92 dronë dhe këtë ka deklaruar Zelenski. Kanë qenë nis sot 92 dronë për të kaluar në Poloni dhe kaluan në 19 pjesën tjetër e Urzumnet thot. Nuk arritëm do t'i rrëzojmë gjithë. Po kjo është sulm. Po sulm, ata nuk ishin të armatosur si dronë. Po më mirë ai ishte agresion. Ajo ishte, shiko, për mua e luti një rol pozitiv. Pse? E zgjoj. Testoj dhe e zgjoj, i tha këtyre që si jeni kërkun dhe më njëherë mas kësaj Europa punë ditësh ka marrë masat jashtëzakonshme. E para filloi atë masat kanë qenë në 3 nivele. E para në aspektin e legjislacionit ndërkombëtar dhe sigurisë ndërkombëtare. Estonia kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurimit dhe pa debat madh dhe u akuzua Rusia sidomos për avionet në Estoni, por edhe për këto të Polonisë. E dyta ishte në kuadrin e mbrojtjes kolektive, pra u kërkua mbledhja e aleancës për konsultim bazuar në nenin 4 të asaj, dhe aty ju bët qartë Rusisë që përveç nenit 4, nëse përsërisin duhet të aktivizojnë nenin 5, që neni 5 është gjithë blok kundër asaj. Dhe e treta që është nga më kryesorët, filloi operacioni Roja Lindore. Operacioni në thelb Roja Lindore është modeli një operacioni që këta po të bëjnë më përpara me Rojën e Balltikut, kur po ta kish parasysh kur anijet gërmuan të thyn ose kaputën infrastrukturën kritike, ato kabllot e komunikimit e gjithë.
Dhe në atë kohë u kryun këto shërbime me dron, me anije, me nëndece që patrullojnë dhe nuk ndodhi më. Këtë tashmë synimi është për krijimin e një atij që quhet mur dronësh. Çfarë do të thotë mur dronësh? Do të thotë që jo mur, nuk është koncepti, është koncepti është me masa. Pra, ti të kesh radarë të fuqishëm, të kesh interceptimin, të kesh identifikimin, të kesh gjithë edhe të kesh edhe para se të vinë tek ty. Para se të vinë. Dhe ky mur dronesh, para këto masa, do të fillojnë nga deti i Veriut dhe deri në... Jo, disipun duket jo që ne si Shqipëri do të jemi out fare, kur ndodhi kjo me Poloninë, imagjino çfarë mund të bëjë këtu. Se dhe Polonia vendi antar i NATO-s. Po, Polonia, shiko, Landi, a di ku çuj defektin më të madh kryeror? Se ka 30 milion banor Polonia, nuk është. Defekti më i madh është kjo. Inteligjenca e Ukrainës janë mjeshtra, me thënë drejtën. Dhe ata që bon, ke parasysh para disa muajsh, para 2-3 muajsh, ata bënë ata invazionin me dronë të armatosur kundër avionëve strategjik, nëpërmjet spionazhit në Rusi. Dhe ata futën arritën ti pozicionojnë dronë ata që ku duan dhe godin. Që në atë kohë, NATO-ja duhet të kishte ngrit alarmin. Çdo aeroport duhet fillonte një krehje territori herë, sepse këtë metodë nga dulen dronët në Danimark. Nuk erdhën nga kufiri, janë ngrit brenda. Pra këtë stil, këtë modus operandi, e kanë përdorur rusët për t'i tregu këtyre, ose proxyt e rusëve, për t'i tregu këtyre që shikon ne ja u bëjmë, sepse ata dronët ecin me drita natën, pra për t'u identifikuar, domethënë nëse duam t'ju bëjmë dëm, ju bëjmë. Pra, du ta kishin bo, po megjithatë landi më mirë vonë se sa fare. Okej. Zoti Shala, nuk mbaron intervista, do të ftoj përsëri, do të ftoj. Kismet. Jo, do më japësh fjalën mua se ishte me të vërtetë shumë interesante. Të falenderoj shumë për këtë bisedë shumë dimensionale, në fakt, shumë dimensionale. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni i sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.